Në këtë moment, ndërsa po dëgjon këto fjalë, truri yt po rishkruan diçka që ndodhi dje, jo metaforikisht. Jo si një mënyrë të bukur për të folur për kujtesën, por në mënyrë të vërtet, fizikisht, po ndryshon ngjarje që mendoje se ishin të përfunduara. Dhe këtu është pjesa më e çuditshme. Kjo nuk është psikologji. Kjo është fizik kuantike. Në vitin 2007, një ekip shkencëtarësh në Institutin e Optikës në Orsay, Francë, drejtuar nga fizikanti Alain Aspect, provoi diçka që Albert Einstein e quajti të pamundur. Ata treguan se një vendim që merr sot mund të ndryshojë fizikisht atë që ndodhi në të kaluarën. Jo perceptimin tënd të së kaluarës, vetë të kaluarën. Imagjino një fotografi në duart e tua, një moment nga fëmiria. Ti mendon se ai moment ndodhi në një mënyrë të caktuar, u fiksua në kohë, u bë histori. Por çfarë nëse të them se çdo herë që shikon atë fotografi, çdo herë që kujton atë moment, ti po e krijon atë ngjarje përsëri, jo duke e kujtuar, por duke e bërë që të ndodhë në një mënyrë të re. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por në vitin 1980, fizikanti John Archibald Wheeler propozoi një eksperiment që do të trondith themelet e realitetit. Ai e quajti eksperimenti me zgjedhje të vonuar, dhe kur u krye, rezultatet ishin kaq të çuditshme sa vet Wheeler tha se nuk i besonte, edhe pse ai kishte parashikuar. Këtu është çfarë zbuluan. Merr një foton të vetëm, një grimc drite, dërgoje përmes një aparati ku mund të udhtojë nëpër 2 rrugë të ndryshme. Tani vjen pjesa e çuditshme. Ti vendos se si të matësh fotonin pasi ai ka kaluar tashmë përmes aparatit. Dhe ja çfarë ndodh. Fotoni ndryshon atë që bëri në të kaluarën, bazuar në atë që ti vendose të bësh në të ardhmen. Nëse vendos ta matësh në një mënyrë, fotoni udhtoi si grimc përmes një rruge të vetme. Nëse vendos ta matësh ndryshe, ai udhtoi si val përmes të 2 rrugëve njëkohësisht. Por ja çështja, fotoni tashmë kishte kaluar përmes aparatit para se ti të merrje vendimin. E kaluara e ti ndryshoi bazuar në të ardhmen tënde. Alain Aspect e çoi këtë më tej. Në eksperimentin e tij, ai përdori një ndërrues që vendoste se si të matohej fotoni vetëm 8 nanosekundat e fundit para se fotoni të arrinte. 8 miliarda të një sekonde. Kaq shpejt sa fotoni nuk kishte kohë të di se çfarë po ndodhte, dhe megjithatë, e kaluara e tij ndryshoi. Vendimi që u mor në të ardhmen ndryshoi atë që kishte ndodhur në të kaluarën. Kjo nuk është një anomali, kjo nuk është një gabim në matje, kjo është mënyra se si funksionon realiteti në nivelin më themelor. Tani ndalo dhe mendo për kujtesën tënde. Çdo kujtesë që ke, çdo moment që mendon se e di se si ndodhi. Në vitin 2014, neuroshkencëtarja Daniela Schiller në shkollën e mjekësisë Mount Sinai në New York zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Çdo herë që kujton një kujtesë, ajo bëhet e paqëndrueshme. Për disa orë pas kujtimit, ajo kujtesë është si një tekst i hapur në një editor. Mund të redaktohet, të ndryshohet, të rishkruhet. Dhe kur ruhet përsëri, ajo nuk është më e njëjta kujtesë. Është një version i ri. Ti mendon se po kujton të kaluarën, por në të vërtetë po e krijon atë përsëri. Këtu është ku bëhet vërtet e çuditshme. Në vitin 2019, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, drejtuar nga Dean Buonomano, publikoi një studim që tregoi se truri nuk ruan kujtimet si një kompjuter, ruan skedar. Truri ruan vetëm udhëzimet për të rikrijuar një kujtesë. Çdo herë që kujton, truri po ekzekuton ato udhëzime përsëri, duke ndërtuar kujtesën nga e para. Dhe çdo herë që ndërton, ai e ndërton pak ndryshe. Konteksti yt aktual, gjendja emocionale, çfarë ke mësuar që atëherë, të gjitha këto ndikojnë në atë që kujtohesh. E kaluara jote nuk është një regjistrim i fiksuar, është një krijim i vazhdueshëm. Mendoje kështu. Ke një kujtesë nga fëmiria. Le të themi një ditë në plazh me familjen tënde. Ti di se si ishte ajo ditë. Dielli, uji, zërat. Por çdo herë që e kujton atë ditë, ti po i rikrijon atë bazuar në atë që je ti tani. Nëse je i lumtur sot, kujtesa bëhet më e ngrohtë, më e ndritshme. Nëse je i trishtuar, ajo merr një ton melankolik që ndoshta nuk ishte atje origjinalisht.
Dhe këtu është pjesa që të bën të mendosh. Cila është kujtesa e vërtet? Ajo që ndodhi, apo ajo që po krijon tani? Në fizikën kuantike, ka një parim të quajtur superpozicion. Një grimc mund të jetë në shumë gjendje njëkohësisht derisa e vëzhgon. Kur e vëzhgon, ajo zgjedh një gjendje. Por para vëzhgjimit, të gjitha gjendjet ekzistojnë njëkohësisht. Tani imagjino që e kaluara jote funksionon në të njëjtën mënyrë. Para se ta kujtosh, ajo ekziston në një superpozicion të gjitha mënyrave të mundshme që mund të ketë ndodhur. Kur e kujton, ti po e bën që të zgjedh një version, por ajo zgjedhje nuk është neutrale. Ajo ndikohet nga kush je ti tani, nga çfarë beson, nga çfarë ke nevojë që ajo kujtesë të jetë. Wheeler e shpjegoi këtë me një metaforë të bukur. Ai tha se universi është si një lojë 20 pyetjesh, ku përgjigjet nuk ekzistojnë derisa bëhen pyetjet. Ti mendon se po zbulon një të vërtet që tashmë ishte atje, por në të vërtet, pyetja jote po krijon përgjigjen. Vëzhgjimi yt po krijon realitetin. Dhe nëse kjo është e vërtet për grimcat në një laborator, pse nuk do të ishte e vërtet për ngjarjet në jetën tënde? Në vitin 1925, fizikanti Werner Heisenberg formuloi parimin e pasigurisë. Ai tregoi se në nivelin kuantik, akti i matjes ndryshon atë që po mat. Nuk mund ta vëzhgosh një grimc pa e ndikuar atë. Tani zgjero këtë. Çdo herë që vëzhgon të kaluarën tënde, çdo herë që kujton, çdo herë që tregon një histori për veten, çdo herë që interpreton një ngjarje, ti po e ndikon atë, po e ndryshon, po e krijon përsëri. Kjo nuk është vetëm një ide filozofike. Në vitin 2012, psikologu Karim Nader në Universitetin McGill në Montreal zbuloi se kujtimet mund të fshihen ose të modifikohen duke ndërhyrë në procesin e rikonsolidimit. Kur një kujtesë aktivizohet, ajo bëhet e brisht për disa orë. Gjatë asaj dritareje mund të futet informacioni i ri, mund të blokohen proteina specifike dhe kujtesa mund të ndryshohet në mënyrë permanente. Ata e testuan këtë në njerëz me çrregullin të stresit post-traumatik. Duke i bërë pacientët të kujtonin ngjarjen traumatike dhe pastaj duke dhënë një ilaç që ndërhyn në rikonsolidim, ata arritën të dobësonin forcën emocionale të kujtesës. E kaluara nuk u fshi, por ndikimi i saj u ndryshua. Tani imagjino fuqinë e kësaj. Nëse e kaluara jote nuk është fikse, nëse ajo është një krijim i vazhdueshëm, atëherë ti nuk je viktim e historisë sate. Ti je autori i saj. Çdo herë që kujton, ti po zgjedh se cilën version të së kaluarës të krijosh. Çdo herë që tregon një histori për veten, ti po vendos se kush je. Dhe këtu është pjesa më e fuqishme. Nëse mund ta ndryshosh të kaluarën, mund ta ndryshosh identitetin tënd. Sepse identiteti yt nuk është gjë tjetër veçse një koleksion historish që tregon për veten. Mendoje për një moment që të pendohesh. Diçka që bëre në të kaluarën që ende të peshon. Ti e kujton atë moment përsëri dhe përsëri, çdo herë duke e përforcuar historinë se ti bëre një gabim, se ti je një person që bën atë lloj gabimi. Por çfarë nëse në vend që ta kujtosh në atë mënyrë, e rishikon atë moment me mëshirë? Çfarë nëse e shikon versionin më të ri të vetes duke parë versionin më të vjetër me mirëkuptim? Në atë moment, ti nuk po ndryshon vetëm perceptimin tënd të së kaluarës. Bazuar në fizikën kuantike të vëzhgjimit, ti po ndryshon vetë të kaluarën. Jo në një mënyrë mistike, por në mënyrën e vetme që e kaluara ekziston, në krijimin e saj të vazhdueshëm në momentin e tanishëm. Në vitin 1927, fizikanti Niels Bohr debatoi me Einstein për natyrën e realitetit. Einstein besonte se realiteti ekziston pavarësisht nga vëzhgimi. Bohr argumentoi se realiteti krijohet përmes vëzhgimit. Ata kurrë nuk ranë dakord, por eksperimentet që erdhën pas tyre provuan se Bohr kishte të drejtë. Realiteti nuk është diçka që zbulon, është diçka që krijon. Dhe nëse kjo është e vërtet për realitetin fizik, është edhe më e vërtet për realitetin personal. Këtu është një eksperiment që mund ta bësh vetë. Mendo për një ngjarje nga e kaluara jote që e konsideron negative. Një dështim, një refuzim, një humbje. Tani, në vend që ta shikosh atë ngjarje si diçka që të ndodhi, shikoje si diçka që po krijon tani. Çfarë versioni të asaj ngjarje po zgjedh të krijosh?
A është një histori e viktimizimit, e turpit, e dështimit, apo mund të jetë një histori e mësimit, e rritjes, e forcës? Versioni që zgjedh nuk është më pak i vërtet se origjinali. Në fakt, bazuar në atë që kemi mësuar nga fizika kuantike dhe neuroshkenca, versioni që zgjedh është realiteti, sepse realiteti i së kaluarës ekziston vetëm në krijimin e tij të tanishëm. Kjo nuk do të thotë se mund të mohosh faktet. Nëse diçka ndodhi, ajo ndodhi, por kuptimi i asaj ngjarje, rëndësia e saj, ndikimi i saj në identitetin tënd, të gjitha këto janë të hapura. Të gjitha këto po krijohen tani. Dhe kjo është ku fillon liria e vërtet. Jo në ndryshimin e asaj që ndodhi, por në ndryshimin e asaj që do të thotë. Në vitin 2016, një studim në Universitetin Northwestern, drejtuar nga Donna Bridge, zbuloi se sa herë që e kujton një kujtesë, ajo bëhet më pak e saktë, por më e qëndrueshme me narrativën tënde aktuale. Truri po e përshtatet të kaluarën me të tashmen, po krijon koherencë. Dhe kjo koherencë nuk është një gabim. Është mënyra se si truri krijon një vetë të qëndrueshme nga një rrjedhë e vazhdueshme përvojash. Ti nuk je një kolekcion faktesh, ti je një histori që tregon vetes, dhe ajo histori po shkruhet tani. Imagjino që jeta jote është si eksperimenti i Will e rit. Çdo moment i së kaluarës është si ai foton që udhëtoi përmes aparatit, dhe çdo herë që kujton, ti po vendos se si ta matësh atë moment. A ishte një dështim apo një mësim? A ishte një fund apo një fillim? A ishte një shenjë dobësisë sate apo e forcës? Vendimi që merr tani ndryshon atë që ishte ajo ngjarje. Jo në kujtesën tënde, por në realitetin e saj kuantik, në mënyrën e vetme që ajo ekziston, në krijimin e saj të vazhdueshëm në momentin e tanishëm. Kjo është arsyeja pse dy njerëz mund të kalojnë përmes së njëjtës ngjarje dhe të kenë kujtime krejtësisht të ndryshme. Nuk është se njeri po gënjen ose po harron. Është se secili po krijon një version të ndryshëm të së kaluarës bazuar në atë që janë ata tani. Dhe të dy versionet janë të vërtet. Sepse e kaluara nuk është një fakt i vetëm. Është një superpozicion i të gjitha interpretimeve të mundshme. Dhe vëzhgimi yt po e bën që të zgjedh një. Wheeler kishte një shprehje të famshme. Asnjë fenomen nuk është një fenomen i vërtet derisa është një fenomen i vëzhguar. Ai po fliste për grincat, por e njëjta gjë vlen për ngjarjet e jetës sate. Asnjë ngjarje nuk ka një kuptim të fiksuar derisa e vëzhgon, derisa e interpreton, derisa e integrosh në historinë tënde. Dhe çdo herë që e vëzhgon përsëri, ti po e krijon atë kuptim përsëri, po e zgjedh përsëri, po e bën që të ekzistojë përsëri në një mënyrë të re. Kjo është arsyeja pse terapia funksionon, pse njerëzit mund të shërohen nga trauma, pse mund të ndryshosh edhe pas vitesh të jetuar në një mënyrë të caktuar, sepse e kaluara nuk të mban peng. Ti po e mban veten peng duke krijuar të njëjtën version të së kaluarës përsëri dhe përsëri. Por në momentin që krijon një version të ri, një version me mëshirë, me kuptim, me forcë, ti nuk po ndryshon vetëm perceptimin tënd, po ndryshon realitetin. Po krijon një të kaluar të re, dhe nga ajo e kaluar e re, lind një e tashme e re. Dhe nga ajo e tashme e re, bëhet e mundur një e ardhme e re. Në vitin 2018, një ekip në Universitetin Yale, drejtuar nga Amy Arnsten, zbuloi se stresi kronik dëmton fizikisht rajonet e trurit të përfshira në kujtesën e punës dhe vendimmarrjen. Por këtu është pjesa shpresdhënëse. Ata gjithashtu treguan se këto dëmtime mund të kthehen mbrapsht. Kur stresi reduktohet, truri fillon të riparohet. Lidhjet e reja formohen, rrugët e reja krijohen. Dhe me ato rrugë të reja vijnë mundësi të reja për të kujtuar, për të interpretuar, për të krijuar të kaluarën. Kjo është fuqia e vërtet e momentit të tanishëm. Jo vetëm se mund ta ndryshosh të ardhmen, kjo është e qartë, por mund ta ndryshosh të kaluarën. Mund ta rishkruash historinë tënde, mund ta rikrijosh identitetin tënd, dhe kjo nuk është vetëm mendim. Kjo nuk është mendim pozitiv. Kjo është fizik. Kjo është neuroshkencë. Kjo është mënyra se si funksionon realiteti në nivelin më themelor. Tani, ndërsa po dëgjon këto fjalë, truri yt po rikrijon kujtime, po rikonsolidon përvoja, po rishkruan histori. Dhe çdo zgjedhje që bën,
për atë se si ti interpretosh ato përvoja, po ndryshon atë që ishin ato, po krijon një të kaluar të re, dhe nga ajo e kaluar e re, po krijon një të tashme të re, dhe nga ajo e tashme e re, po krijon një të ardhme të re. Kjo është arsyeja pse momenti i tanishëm është kaq i fuqishëm, jo sepse është i vetmi moment që ke, por sepse është momenti ku e gjithë e kaluara jote po krijohet, ku e gjithë historia jote po shkruhet, ku i gjithë identiteti yt po formohet. Ti nuk je produkti i së kaluarës sate, ti je krijuesi i saj, dhe çdo moment është një mundësi për ta krijuar atë përsëri. Në vitin 1955, fizikanti Hugh Everett propozoi diçka kaq të çmendur sa kolegët e tij menduan se kishte humbur mendjen. Ai tha se çdo herë që një grimc kuantike zgjedh një gjendje, universi ndahet. Të gjitha zgjedhjet e tjera të mundshme ndodhin gjithashtu, vetëm në universe paralele. Kjo u quajt interpretimi i shumë botëve. Dhe ndërsa shumica e fizikanëve e refuzuan atëherë, sot është një nga interpretimet më serioze të mekanikës kuantike. Por këtu është pyetja që askush nuk po e bën. Nëse çdo zgjedhje kuantike krijon një degëzim të realitetit, çfarë ndodh me zgjedhjet e tua? Çdo herë që kujton një kujtesë në një mënyrë të re, apo krijon një degëzim në historinë tënde personale, një version tjetër të së kaluarës që ekziston njëkohësisht me versionin e vjetër? Mendoje kështu. Ke një kujtesë nga mosha 10 vjeç, le të themi një shfaqje shkollore ku harrove rreshtat. Për vite me radhë e ke kujtuar atë moment si një poshtërim. Çdo herë që e kujton, ndjesia e turpit bëhet më e fortë, më e qartë, më reale. Por një ditë dikush që ishte atje të thotë, unë mendoj se ishte e guximshme që vazhdove. Shumica do të ishin larguar nga skena. Dhe papritur, një version tjetër i asaj kujtese bëhet i mundshëm. Jo një version ku nuk harrove rreshtat, faktet nuk ndryshojnë, por një version ku ajo ngjarje do të thotë diçka krejtësisht të ndryshme. Një version ku ti ishe i guximshëm, jo i turpëruar. Tani vjen pjesa e çuditshme. Të dy versionet ekzistojnë, versioni i turpit dhe versioni i guximit. Dhe çdo herë që kujton atë moment, ti po zgjedh se cilin version ta bësh real. Jo vetëm në mendjen tënde, por në mënyrën që ajo kujtesë rruhet në trurin tënd, në mënyrën që ndikon në sjelljen tënde, në mënyrën që formon identitetin tënd. Ti po zgjedh se në cilin univers personal të jetosh. Në vitin 2020, një ekip në Institutin Teknologjik të Massachusettsit, drejtuar nga Susumu Tonegawa, bëri diçka të jashtëzakonshme. Ata implantuan kujtime të rreme në mind, jo duke i mashtruar, por duke aktivizuar drejt për drejt qelizat nervore që kodojnë një kujtesë ndërsa Miu ishte në një mjedis të ndryshëm. Miu kujtonte se diçka e keqe kishte ndodhur në një vend ku në të vërtet nuk kishte ndodhur asgjë, dhe ajo kujtesë rreme ndikoi në sjelljen e Miut, po aq sa një kujtesë reale. Truri nuk bën dalim midis një kujtese të krijuar përmes përvojës dhe një kujtese të krijuar përmes aktivizimit të drejt për drejt. Nëse qelizat nervore të duhura aktivizohen në sekuencën e duhur, kujtesa është reale, pavarësisht se si u krijua. Tani zgjero këtë tek njerëzit. Çdo herë që kujton, ti po aktivizon qeliza nervore, dhe mënyra se si i aktivizon, konteksti emocional, detajet ku fokusohen, interpretimi që jep, të gjitha këto ndryshojnë se cilat qeliza nervore lidhen në cilat. Çdo akt kujtimi është një akt rikrimi, dhe çdo rikrije është pak e ndryshme nga e mëparshmja. Pas 100 herësh të kujtimit të një ngjarje, kujtesa që ke nuk është më një regjistrim i asaj që ndodhi. Është një krijim i përbër nga 100 akte kujtimi, secili duke shtuar shtresat e tij, duke ndryshuar detajet e tij, duke rimodeluar kuptimin e tij. Psikologu Elizabeth Loftus e ka studiuar këtë për 4 dekada. Në vitin 1978, ajo tregoi se sa lehtë mund të implantohen kujtime të rreme. Në një eksperiment të famshëm, ajo i bëri pjesëmarrësit të kujtonin se ishin humbur në një qendër tregtare kur ishin fëmijë, një ngjarje që kurrë nuk kishte ndodhur. Brenda disa javësh, rreth 25% e pjesëmarrësve kishin kujtime të detajuara të kësaj ngjarje të rreme.
Ata mund të përshkruanin dyqanet, njerëzit, emocionet. Dhe ata besonin plotësisht se ishte reale. Por këtu është pjesa që të bën të mendosh. Nëse kujtimet e rreme mund të krijohen kaq lehtë sa nga kujtimet e tua? Kuote 2-4, kuote reale, kuote 2-21, kuote janë gjithashtu konstrukte? Sa nga historia jote është një regjistrim i saktë i asaj që ndodhi, dhe sa është një narrativ që ke ndërtuar me kalimin e kohës? Dhe nëse nuk mund ta dish me siguri, atëherë çfarë do të thotë ti jesh _quote_42 besnik ndaj së kaluarës _quote_43? Besnik ndaj cilit version? Në fizikën kuantike ka një fenomen të quajtur ngaterrim. Dy grimca mund të bëhen të ngaterruar në atë mënyrë që gjendja e njërës varet nga gjendja e tjetrës, pavarësisht se sa larg janë. Ndryshon njërën dhe tjetra ndryshon me njëherë, edhe nëse janë në anët e kundërta të universit. Einstein e quajti këtë veprim i frikshëm në distancë, sepse dukej se shkelte ligjet e fizikës, por eksperimentet kanë provuar se është absolutisht real. Grincat e ngaterrura nuk janë dy gjëra të veçanta. Janë një sistem i vetëm, pavarësisht nga distanca. Tani imagjino që kujtimet e tua funksionojnë në të njëjtën mënyrë. Çdo kujtesë nuk është një ngjarje e izoluar. Është ngaterruar me të gjitha kujtimet e tjera, me të gjitha besimet e tua, me të gjithë identitetin tënd. Ndryshon një kujtesë, ndryshoj interpretimin e saj, kuptimin e saj, dhe të gjitha kujtimet e tjera që janë të lidhura me të, ndryshojnë gjithashtu. Një kujtesë e vetme e rishikuar mund të fillojë një efekt domino që transformon të gjithë narrativën tënde personale. Në vitin 2015, neuroshkencatari Steve Ramirez në Universitetin e Bostonit zbuloi se kujtimet pozitive dhe negative ruhen në rajone të ndryshme të hipokamusit. Por këtu është pjesa interesante. Ai gjithashtu zbuloi se mund të ndryshonte valencën emocionale të një kujtese, ta bënte një kujtesë negative, pozitive dhe anasjelltas, duke aktivizuar rajone të ndryshme gjatë kujtimit. Kujtesa e ngjarjes mbeti e njëjtë, por ndjesia e saj emocionale ndryshoi plotësisht. Dhe ajo ndryshoi mënyrën se si miu sol në lidhje me atë kujtesë. Kjo do të thotë se ndjenjat që shoqërojnë kujtimet e tua nuk janë pjesë e pandare atyre kujtimeve. Janë një shtresë e veçantë që mund të ndryshohet. Një ngjarje që e kujton me frikë mund të rikujtohet me kureshtje. Një moment që e kujton me hidhrim mund të rishikohet me mirënjohje. Faktet nuk ndryshojnë, por realiteti emocional, mënyra se si ajo kujtesë jeton në trupin tënd, mënyra se si ndikon në zgjedhjet e tua, ai mund të transformohet plotësisht. Mendoje për një marrëdhënie që përfundoi keq. Për vite, çdo kujtesë e asaj marrëdhënie është e ngjyrosur me hidhërim. Momentet e mira duken si iluzione, momentet e këqija duken si shenja që gjithmonë ishin atje. E gjithë historia rinterpretohet përmes lenteve të fundit. Por çfarë nëse, me kalimin e kohës, arrin të shikosh atë marrëdhënie ndryshe? Jo duke mohuar dhimbjen, por duke parë gjithashtu rritjen, mësimet, momentet e vërteta të lidhjes që ishin reale, edhe nëse marrëdhënia nuk zgjati. Në atë moment e kaluara ndryshon, jo faktet, por realiteti i saj. Mënyra se si jeton në ty, mënyra se si formon atë që beson për dashurinë, për veten, për atë që është e mundur. Në vitin 1965, fizikanti Richard Feynman dha një seri leksionesh ku shpjegoi diçka të jashtëzakonshme për kohën. Ai tha se në ekuacionet themelore të fizikës, koha mund të shkojë në të dyja drejtimet. Nuk ka asgjë në ligjet e fizikës që thotë se koha duhet të rrjedhë nga e kaluara në të ardhmen. Ajo shigjeta e kohës që përjetojmë, ndjenja se e kaluara është fikse dhe e ardhmja e hapur, nuk është një ligj themelor i natyrës. Është një veçori emergjente e sistemeve komplekse. Është mënyra se si përjetojmë kohën, jo mënyra se si koha funksionon në nivelin më themelor. Kjo do të thotë se në nivelin kuantik, dalimi midis së kaluarës dhe të ardhmes nuk është aq i qartë sa duket. Një grimc nuk kujton të kaluarën e saj dhe nuk planifikon të ardhmen e saj.
Ajo ekziston në një gjendje ku e kaluara dhe ardhmja janë të ngaterrura. Dhe vëzhgjimi yt, akti i matjes, është ajo që krijon një shigjete kohe, që bën që një gjendje të duket si e kaluara e 21 dhe tjetra si e ardhmja e 22. Tani, zgjero këtë tek përvoja jote e kohës. Ti mendon se e kaluara është fikse sepse e quote 54 kujton quote 55. Por kujtimi nuk është një akt pasiv i marrjes së informacionit, është një akt aktiv i krijimit. Çdo herë që kujton, ti po krijon një marrëdhënie midis momentit të tanishëm dhe një momenti të mëparshëm. Po krijon një shigjete kohe. Po bën që një moment të duket si para dhe tjetri si tani. Por ajo shigjete nuk është absolute. Është një krijim i perspektivës sate. Në vitin 2017, një studim në Universitetin e Kolumbis drejtuar nga Daphna Shohami zbuloi se truri përdor të njëjtat rajone për të imagjinuar të ardhmen dhe për të kujtuar të kaluarën. Kur të kërkojnë të imagjinosh se çfarë do të bësh nesër, aktivizojnë të njëjtat rrjete nervore si kur të kërkojnë të kujtosh se çfarë bëre dje. Kjo do të thotë se kujtimi dhe imagjinata nuk janë procese themelisht të ndryshme. Janë të dyja akte të konstruktimit mendor, njëra e etiketuar si e kaluara e 60 dhe tjetra si e ardhmja e 61, por duke përdorur të njëjtat mjete, të njëjtat mekanizma. Kjo shpjegon pse njerëzit që kanë dëmumte në hipokampus, rajoni i trurit kritik për kujtesën, gjithashtu kanë vështirësi në imagjinimin e të ardhmes. Nëse nuk mund të konstruosh një skenë mendore të së kaluarës, nuk mund të konstruosh as një skenë mendore të së ardhmes. Sepse të dyja kërkojnë të njëjtën aftësi. Aftësinë për të krijuar një realitet mendor që nuk është i pranishëm në momentin aktual. Por këtu është implikimi i thellë. Nëse kujtimi dhe imagjinata përdorin të njëjtat procese, atëherë dalimi midis kujtimit të skaluarës dhe imagjinimit të skaluarës bëhet i paqartë. Çdo akt kujtimi përmban elementet e imagjinatës. Çdo herë që mbush boshllëqet, që krijon koherencë, që interpreton kuptimin, ti po imagjinon, po krijon. Po ndërtuan një realitet mendor që është pjesërisht kujtesë dhe pjesërisht konstrukt. Në vitin 1984, filozofi Derek Parfit shkroi një libër të quajtur Arsiet dhe personat, ku propozoi një ide radikale. Ai tha se identiteti personal nuk është një fakt i thjeshtë. Nuk je i njëjti person që ishe 10 vjet më parë. Çdo qelizë në trupin tënd është zhvendësuar. Çdo kujtesë është rikonsoliduar. Çdo besim është rifreskuar. Ajo që të bën kuot 70 kuot 71 nuk është një thelb i pandryshueshëm. Është një vazhdimsi psikologjike, një zinxhir kujtimesh dhe qëllimesh që lidhin momentin e tanishëm me momentet e mëparshme. Por nëse kujtimet ndryshojnë dhe ne e dim se ndryshojnë, atëherë ajo vazhdimsi është më e brisht se sa mendojmë. Ti nuk je i lidhur me të kaluarën, tënde nga një zinxhir i hekurt i fakteve të pandryshueshme. Je i lidhur nga një fije kujtimesh të ndryshueshme që rikrijohen vazhdimisht. Dhe kjo do të thotë se identiteti yt nuk është diçka që zbulon, është diçka që krijon, çdo ditë, çdo moment, çdo herë që kujton. Në vitin 2021, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në San Francisco, drejtuar nga Loren Frank, zbudoi se gjatë gjumit, truri luajti përsëri përvojat e ditës, por jo në mënyrë pasive. Truri riorganizoi ato përvoja, i kombinoi me kujtime të vjetra, krijoi lidhje të reja. Gjumi nuk është vetëm pushim. Është kur truri ristrukturon të kaluarën, integron të ren me të vjetrën, krijon një narrativ koherente nga një rrjedhë përvojash. Kjo do të thotë se çdo mëngjes ti zgjohesh me një version pak të ndryshëm të së kaluarës sate. Ndryshimet janë të vogla, kaq të vogla sa zakonisht nuk i vëren, por me kalimin e kohës ato grumbullohen. Pas një viti, pas 10 viteve, historia që tregon për veten është transformuar. Jo sepse ngjarjet ndryshuan, por sepse kuptimi i tyre, lidhjet midis tyre, mënyra se si përshtaten në narrativën më të gjerë. Të gjitha këto janë rimodeluar nga procesi i vazhdueshëm i rikonsolidimit.
Mendoje për një moment kur ndjeve frikë, ndoshta një prezantim publik, ndoshta një bisedë e vështirë. Në atë moment, frika ishte reale, intensive, gjithëpërfshirëse. Por tani, duke e kujtuar, sa e fortë është ajo frikë. Për shumicën e njerëzve, emocionet e kujtimeve zbehen me kalimin e kohës. Truri ka një mekanizëm mbrojtës që dobëson ngarkesën emocionale të kujtimeve të vjetra. Por ky mekanizëm nuk funksionon automatikisht. Funksionon përmes rikujtimit. Sa më shumë që kujton një ngjarje pa përjetuar rrezikun aktual, aq më shumë truri mësos se ajo kujtesë nuk është një kërcënim i tanishëm. Dhe ngarkesa emocionale dobësohet. Kjo është baza e terapisë së ekspozimit për fobin dhe çrregullimin e stresit posttraumatik. Duke e bërë personin të kujtojë ngjarjen traumatike në një mjedis të sigurt, përsëri dhe përsëri, truri gradualisht riasocion atë kujtesë me sigurinë në vend të rrezikut. Kujtesa nuk fshihet, por ndikimi i saj emocional transformohet, dhe kur ndikimi emocional ndryshon gjithashtu mënyra se si ajo kujtesë ndikon në sjelljen, në zgjedhjet, në identitetin. Në vitin 1957, psikologu Leon Festinger propozoi teorinë e disonancës kognitive. Ai tregoi se kur besimet tona bien ndesh me veprimet tona, ne përjetojmë një tension të pakëndshëm. Dhe për të zgjidhur atë tension, shpesh ndryshojmë besimet tona në vend që të ndryshojmë veprimet. Nëse bëjmë diçka që bien ndesh me imazhin ton për veten, nuk themi unë bëra një gabim. Themi ndoshta ajo nuk ishte aq e keqe, ose kishte arsye të mira për ta bërë atë. Kjo do të thotë se truri yt është konstant duke riinterpretuar të kaluarën për ta bërë atë koherente me të tashmen. Nëse sot beson se je një person i sjellshëm, kujtimet e momenteve kur nuk ishe i sjellshëm, ose zbehen, ose riinterpretohen. Unë isha i lodhur atë ditë, ose ata e merituan atë, ose nuk ishte aq keq. Sa e kujtoj, truri po krijon një narrativ koherente, edhe nëse kjo do të thotë të ndryshoj detajet e asaj që ndodhi. Kjo nuk është domosdoshmërisht e keqe. Në fakt, është thelbësore për shëndetin mendor. Njerëzit që nuk mund të krijojnë një narrativ koherente për jetën e tyre, që shohin të kaluarën e tyre si një koleksion ngjarjesh të shkëputura pa kuptim, shpesh vuajnë nga depresioni dhe ankthi. Nevoja për kuptim, për koherencë, për një histori që ka kuptim, kjo është një nevojë themelore njerëzore. Dhe truri e plotson atë nevojë duke rimodeluar vazhdimisht të kaluarën. Por këtu është pyetja. Nëse truri po e bën këtë gjithsesi, pse të mos e bësh me vetdije? Pse të mos zgjedhësh me qëllim se cilën narrativ të krijosh? Pse të mos riinterpretosh të kaluarën në një mënyrë që të fuqizon në vend që të kufizojë? Në vitin 2009, psikologu Timothy Wilson në Universitetin e Virginias publikoi një studim për atë që ai e quajti redaktimi i historisë. Ai zbuloi se njerëzit që u kërkoi të shkruanin për një ngjarje negative në jetën e tyre, por ta riinterpretonin atë në një dritë pozitive, treguan përmirësime të mëdha në mirëqenien emocionale. Jo vetëm më njëherë pas shkrimit, por muaj më vonë. Akti i riinterpretimit të qëllimshëm ndryshoi mënyrën se si ata kujtuan ngjarjen, dhe ajo ndryshoi mënyrën se si ajo ngjarje ndikoi në jetën e tyre. Kjo nuk ishte vetëm një mendim pozitiv. Nuk u kërkua pjesëmarrësve të pretendonin se gjërat e këqija nuk kishin ndodhur. U kërkua të gjenin kuptim të vërtet, mësime të vërteta, rritje të vërtet. Dhe kur e bën, truri i tyre e rikonsolidoi kujtesën me atë kuptim të ri. Kujtesa nuk u fshi, por transformoi nga një burim dhimbjeje në një burim force. Imagjino fuqinë e kësaj. Çdo ngjarje negative në jetën tënde, çdo dështim, çdo refuzim, çdo humbje, ekziston në trurin tënd si një rrjet qelizash nervore, dhe çdo herë që e kujton, ato qeliza nervore aktivizohen. Por mënyra se si aktivizohen varet nga konteksti. Nëse e kujton me turp, qelizat nervore të turpit aktivizohen. Nëse e kujton me mëshirë për veten, qelizat nervore të mëshirës aktivizohen. Dhe me kalimin e kohës, lidhjet që përforcohen janë ato që aktivizon më shpesh. Kjo do të thotë se mund ta ristrukturosh fizikisht trurin tënd duke ndryshuar mënyrën se si kujton.
jo duke ndryshuar faktet, por duke ndryshuar kontekstin emocional, interpretimin, kuptimin. Çdo akt i rikujtimit të mëshirshëm dobëson lidhjet e turpit dhe forcon lidhjet e mëshirës. Çdo akt i riinterpretimit të fuqizues dobëson narrativën e viktimizimit dhe forcon narrativën e agjencisë. Në vitin 1986, neuroshkencëtari Michael Merzenich zbuloi se truri është shumë më plastik se sa mendonim. Edhe në moshë madhore, truri mund të riorganizojë veten, të krijojë lidhje të reja, të ndryshojë strukturën e tij. Kjo u quajt neuroplasticitet dhe ka revolucionarizuar kuptimin ton të trurit. Truri nuk është një makinë fikse e programuar në fëmijëri, është një organ dinamik që rimodelojë vazhdimisht nga përvoja. Por këtu është pjesa që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Kujtimi është një formë e përvojës. Çdo herë që kujton, ti po i jep trurit një përvojë, dhe ajo përvojë rimodelojën trurin po aq sa një përvojë reale. Nëse kalon 20 minuta duke kujtuar një moment të turpshëm, ke kaluar 20 minuta duke përforcuar rrjetet nervore të turpit. Nëse kalon 20 minuta duke riinterpretuar atë moment si një mësim, ke kaluar 20 minuta duke ndërtuar rrjete të reja të kuptimit dhe rritjes. Kjo është arsyeja pse terapia narrative funksionon, pse njerëzit që rishkruajnë historinë e tyre shpesh përjetojnë transformime të thella. Nuk po ndryshojnë vetëm mënyrën se si mendojnë për të kaluarën, po ndryshojnë strukturën fizike të trurit që ruan atë të kaluar. Po krijojnë rrugë të reja nervore që bëjnë të mundur mënyra të reja të qenit. Në vitin 2013, një studim në Universitetin e Harvardit, drejtuar nga Tali Sharot, zbudoi se njerëzit kanë një paragjykim optimizmi kur imagjinojnë të ardhmen, priren të mbivlerësojnë rezultatet pozitive dhe të nënvlerësojnë rezultatet negative. Por këtu është pjesa interesante. Ky paragjykim nuk është një defekt, është një veçori. Njerëzit me depresion nuk e kanë këtë paragjykim. Ata janë më realist në parashikimet e tyre. Dhe ajo realizëm i bën më pak të aftë për të vepruar, për të marrë rreziqe, për të ndërmarrë projekte ambicioze. Kjo do të thotë se një shkallë e shtrembërimit pozitiv nuk është vetëm e dobishme, është thelbësore për funksionimin. Dhe nëse kjo është e vërtet për të ardhmen, pse nuk do të ishte e vërtet për të kaluarën? Një shkallë e riinterpretimit pozitiv të së kaluarës, jo mohimi, por gjetja e kuptimit, e mësimeve, e rritjes, mund të jetë po aq thelbësore për mirëqenien sa optimizmi për të ardhmen. Mendoje për njerëzit që admiron, njerëzit që kanë arritur gjëra të jashtëzakonshme pavarësisht vështirësive. Pothuajse gjithmonë, ata kanë një aftësi për të riinterpretuar dështimet si mësime, refuzimet si ridrejtime, hamxhet si mundësi për rritje. Nuk po mohojnë dhimbjen, por nuk po lejojnë që dhimbja të përcaktojë narrativën. Po zgjedhin të krijojnë një histori ku vështirësitë janë kapituj në një udhëtim, jo fundi i rrugës. Dhe kjo zgjedhje, kjo aftësi për të riinterpretuar, nuk është një talent i lindur. Është një aftësi që mund të kultivohet. Çdo herë që zgjedh të shikosh një ngjarje negative përmes një lente të ndryshme, po stërvit trurin tënd, po krijon rrugë të reja, po bën që mënyra e re e të menduarit të bëhet më e lehtë, më automatike, më natyrale. Në vitin 2015, neuroshkencëtari Anil Seth propozoi një ide radikale për perceptimin. Ai tha se truri nuk është një marrës pasiv i informacionit nga bota, është një generator aktiv i parashikimeve. Truri konstant po parashikon se çfarë do të ndodhë më pas, dhe pastaj po kontrollon ato parashikime kundrejt informacionit aktual. Ajo që përjetojmë si realitet nuk është bota e jashtme, është parashikimi i trurit për botën e jashtme, i korrigjuar nga gabimet e parashikimit. Tani zgjero këtë tek kujtesa. Kur kujton, truri nuk po tërheq një regjistrim të ruajtur, po gjeneron një parashikim për atë që duhet të ketë ndodhur, bazuar në atë që di tani, dhe pastaj po mbush detajet për ta bërë atë parashikim koherent. Kjo është arsyeja pse kujtimet ndryshojnë. Nuk është se po harron, është se parashikimi yt për atë që ndodhi ndryshon, ndërsa ndryshon vetë ti. Kjo do të thotë se çdo kujtesë është një lloj iluzion, por jo në kuptimin negativ. Është një krijim i trurit që përpiqet të krijojë koherencë, kuptim, vazhdimsi. Dhe nëse është një krijim, atëherë mund ta krijosh me vetdije.
mund ta drejtosh, mund ta formësosh në mënyra që të shërbejnë jetës që dëshiron të jetosh. Në vitin 2022, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Gjenevës, drejtuar nga Nicolas Guizin, arriti diçka që dukej e pamundur. Ata krijuan ngatërim kuantik midis dy fotoneve të ndara nga 88 kilometra, distanca më e gjatë e arritur deri atëherë. Dhe kur ndryshuan gjendjen e një fotoni tjetër ndryshoi menjëherë. Jo me shpejtësinë e dritës, menjëherë, sikur distanca midis tyre nuk ekzistonte, sikur të ishin ende një gjë e vetme, pavarësisht nga 88 kilometrat që i ndanin. Tani pyetja që askush nuk po e bën mjaftueshëm fort, nëse dy grimca mund të jenë kaq thellësisht të lidhura sa distanca bëhet pa kuptim, çfarë do të thotë kjo për lidhjen midis vetes sate të sotme dhe vetes sate të së kaluarës? Mendoje kështu: ti në moshën 5 vjeç dhe ti tani jeni ndarë nga dekada. Çdo atom në trupin tënd është zëvendësuar. Çdo qelizë nervore ka rimodeluar lidhjet e saj. Çdo kujtesë është rikonsoliduar dhjetra, qindra, mijëra herë. Fizikisht, ju jeni dy qenie krejtësisht të ndryshme. Dhe megjithatë, ti, thua unë për të dyja, ti ndjehesh si i njëjti person. Kjo vazhdimsi, kjo ndjenjë e të qenit i njëjti përmes kohës nuk është një fakt fizik. Është një ngatërim psikologjik. Një lidhje e krijuar nga kujtesa, nga narrativa, nga akti i vazhdueshëm i të qenit vetja jote. Por këtu vjen kthesa që ndryshon gjithçka. Nëse ajo lidhje krijohet nga kujtesa dhe kujtesa rikrijohet çdo herë që kujton, atëherë ti nuk je thjesht i lidhur me të kaluarën tënde. Ti po e krijon atë lidhje përsëri dhe përsëri, çdo moment, çdo akt kujtimi, çdo herë që tregon një histori për veten. Dhe çdo herë që e krijon, mund ta krijosh ndryshe. Në vitin 1967, psikiatri Aaron Beck zhvilloi terapinë kognitive duke vërejtur diçka të thjeshtë, por revolucionare. Njerëzit me depresion nuk ishin depresiv sepse u kishin ndodhur gjërat këqija. Ishin depresiv sepse interpretonin ngjarjet, edhe ato neutrale, në mënyra negative. Një person pa depresion që dështon në një provim mendon nuk studiova mjaftueshëm. Një person me depresion mendon jam i paaft. E njëjta ngjarje, dy realitete krejtësisht të ndryshme. Jo sepse faktet ndryshojnë, por sepse interpretimi krijon realitetin. Beck zbuloi se duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit interpretonin ngjarjet, mund të ndryshonte mënyrën se si ata i përjetonin ato ngjarje, jo vetëm në të ardhmen, por edhe në të kaluarën. Kur një pacient mësonte të identifikonte dhe të sfidonte mendimet automatike negative, kujtimet e tyre të së kaluarës fillonin të ndryshonin. Ngjarje që dikur dukeshin si prova e dështimit të tyre, tani dukeshin si hapa në një proces mësimi. E kaluara nuk ndryshoi, por realiteti i saj, mënyra se si jetonte në trupin e tyre, mënyra se si ndikonte në zgjedhjet e tyre, transformohej plotësisht. Tani imagjino që çdo kujtesë në trurin tënd është si një foton në eksperimentin e Wheelerit. Para se ta kujtosh, ajo ekziston në një superpozicion të të gjitha interpretimeve të mundshme. Ishte një dështim ose një mësim. Ishte një fund ose një fillim. Ishte një shenjë dobësisë sate ose e guximit. Të gjitha këto versione ekzistojnë njëkohësisht në një gjendje kuantike të mundësisë. Dhe kur kujton, kur vëzgon atë kujtesë, ti po e bën që të zgjedh një interpretim, po e bën që të kolapsoj nga mundësia në realitet. Por këtu është fuqia. Ti mund të zgjedhësh se cilën interpretim ta bësh real, jo duke gënjur, jo duke mohuar, por duke zgjedhur se ku të fokusohesh, se çfarë kuptimi të gjesh, se si ta integrosh atë ngjarje në narrativën më të gjerë të jetës sate. Dhe ajo zgjedhje nuk është vetëm një lloj mendore, është një akt fizik që rimodelon trurin tënd, që ndryshon lidhjet nervore, që transformon mënyrën se si ajo kujtesë ruhet dhe kujtohet në të ardhmen. Në vitin 2018, një studim në Universitetin e New Yorkut drejtuar nga Joseph Ledoux
zbudoi diçka të jashtëzakonshme për frikën. Ai tregoi se kur një kujtesë e frikshme aktivizohet, ka një dritare kohe, rreth 6 orë, ku ajo kujtesë është e paqëndrueshme. Gjatë asaj dritareje, nëse personi përjeton sigurinë në vend të rrezikut, kujtesa rikonsolidohet me një ngarkesë emocionale më të dobët. Frika nuk fshihet, por intensiteti i saj reduktohet. Dhe çdo herë që kjo ndodh, kujtesa bëhet pak më pak e frikshme, pak më e menaxhueshme, pak më pak dominuese. Kjo do të thotë se çdo herë që kujton një ngjarje traumatike dhe mbijetohen atë kujtim, çdo herë që e kujton dhe nuk ndodh asgjë e keqe, ti po e mësohën trurin tënd se ajo kujtesë nuk është një kërcënim i tanishëm. Po e ristrukturohen, po e transformohen nga një alarm i vazhdueshëm në një kujtesë të dhimbshme, por të menaxhueshme. Dhe kjo nuk ndodh menjëherë. Ndodh gradualisht, përmes përsëritjes, përmes ekspozimit të përsëritur në një kontekst të sigurt. Por ja çështja që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Nuk ke nevojë për një terapeut për ta bërë këtë. Çdo herë që zgjedh të kujtosh një moment të vështirë me mëshirë për veten, në vend të gjykimit, po e bën këtë. Çdo herë që rinterpreton një dështim si një mësim, po e bën këtë. Çdo herë që shikon një version më të ri të vetes, duke parë një version më të vjetër me mirëkuptim, po e bën këtë. Por i konsolidon kujtesën me një kontekst emocional të ri, po e transformohen të kaluarën. Në vitin 1950, psikologu Carl Rogers propozoi një ide radikale për terapinë. Ai tha se njerëzit nuk kanë nevojë për këshilla ose udhëzime, kanë nevojë për një hapësirë ku mund të eksplorojnë përvojat e tyre pa gjykim. Kur dikush dëgjon me vërtet, pa u përpjekur të ndreq, pa u përpjekur të këshilloj, vetëm duke qenë plotësisht i pranishëm, diçka ndryshon. Personi fillon të dëgjojë veten ndryshe, të shohë përvojat e tyre ndryshe, të krijojë kuptim të ri. Rogers e quajti këtë konsiderat pozitive pa kushte, por në terma neurologjik, çfarë po ndodh është kjo. Kur ndjehesh i sigurt, kur nuk je në mbrojtje, truri it mund të riprocesohet kujtimet pa aktivizuar sistemin e alarmit. Mund t'i shoh ato nga një perspektivë e re. Mund të gjej kuptim që nuk ishte i aksesueshëm kur ishe në gjendje mbrojtëse, dhe ai kuptim i ri bëhet pjesë e mënyrës se si kujtesa ruhet. Kjo është arsyeja pse të follurit për traumën mund të jetë shëruese, por vetëm nëse bëhet në një kontekst të sigurt. Nëse rikujton traumën ndërsa ndjehesh i kërcënuar, thjesht po e përforcohen lidhjen midis asaj kujtese dhe frikës. Por nëse e rikujton ndërsa ndjehesh i sigurt, po e mësohen trurin tënd se ajo kujtesë nuk është më një kërcënim aktual, po e riasocohen me sigurinë. Dhe me kalimin e kohës, ajo riasocim transformohen mënyrën se si kujtesa jeton në ty. Tani mendoje për të gjitha kujtimet që mban që ende të shkaktojnë dhimbje. Momente turpi, dështimi, humbje. Çdo herë që i kujton, çfarë konteksti emocional krijon, apo i rikujton nga një gjendje mbrojtëse, duke u përpjekur të mos ndihesh keq, duke u përpjekur të justifikohesh, duke u përpjekur të fajsohen dikë tjetër, apo po i rikujton nga një gjendje sigurie, duke pranuar se ndodhen, duke parë versionin më të vjetër të vetes me mëshirë, duke gjetur kuptim dhe mësime. Në vitin 2020, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley, drejtuar nga Matthew Walker, zbuloi se gjumi REM, faza e gjumit ku ëndërrojmë, luan një rol kritik në përpunimin emocional të kujtimeve. Gjatë gjumit REM, truri riaktivohen kujtimet emocionale, por pa lëshimin e hormoneve të stresit. Është si një terapi ekspozimi e natyrshme që ndodh çdo natë. Truri po luajti përsëri ngjarjet emocionale të ditës, por në një gjendje ku sistemi i alarmit është i caktivizuar. Dhe kjo i lejon ato kujtime të rikonsolidohen me një ngarkesë emocionale më të dobët. Kjo shpjegon pse shpesh flini mbi të funksionon. Pse një problem që dukej i pakapërcyeshëm mbrëmjen e kaluar, duket i menaxhueshëm në mëngjes. Nuk është vetëm se je i pushuar, është se truri yt ka riprocesohet atë problem gjatë natës, ka rikonsolidohet kujtesën me një kontekst emocional të ri. Ka krijuar një version të ri të asaj përvoje që është më pak kërcënuese, më e menaxhueshme, më e integruar. Por ja çështja,
Nuk ke nevojë të presësh për gjumin për ta bërë këtë. Mund ta bësh me vetdije. Çdo herë që merr një moment për të reflektuar mbi një ngjarje të vështirë, jo duke u përpjekur ta ndrecësh, jo duke u përpjekur ta justifikohesh, por thjesht duke e vëzhguar me kurreshtje dhe mëshirë, po krijon kushtet që truri të riprocesohet atë kujtesë. Po i jep vetes një lloj terapie ekspozimi. Po e mësohën trurin tënd se ajo kujtesë mund të mbahet pa aktivizuar alarmin. Në vitin 1985, neuroshkencëtari Antonio Damasio filloi të studionte pacient me dëmumte në korteksin prefrontal ventromedial, një rajon i trurit i përfshirë në përpunimin emocional. Këta pacient mund të arsyetonin logjikisht, mund të kujtonin faktet, por nuk mund të merrnin vendime, sepse vendimet nuk bazohen vetëm në logjik. Bazohen në ndjenjat që shoqërojnë kujtimet e rezultateve të mëparshme. Kur mungojnë ato ndjenja, edhe zgjedhjet më të thjeshta bëhen të pamundura. Kjo do të thotë se emocionet nuk janë pengesa për të menduarit racional. Janë thelbësore për ta. Çdo vendim që merr është i informuar nga kujtimet emocionale të vendimeve të ngjashme në të kaluarën. Nëse ato kujtime janë të ngarkuara me frikë, do të jesh i kujdesshëm. Nëse janë të ngarkuara me besim, do të jesh i guximshëm. Nëse janë të ngarkuara me turp, do të shmangësh rrezikun. Nëse janë të ngarkuara me kurreshtje, do të kërkosh mundësi. Kjo do të thotë se duke ndryshuar ngarkesën emocionale të kujtimeve të tua, nuk po ndryshon vetëm të kaluarën, po ndryshon të ardhmen, sepse ato kujtime po udhëheqin zgjedhjet e tua tani, po formsojnë atë që beson se është e mundur. Po përcaktojnë se sa rrezik je i gatshëm të marrësh, sa shpresë je i gatshëm të mbash, sa të hapur je ndaj mundësive të reja. Imagjino që ke një kujtesë të një dështimi publik. Për vite, ajo kujtesë ka qenë ngarkuar me turp, dhe çdo herë që shfaqet një mundësi e re që përfshin rrezik publik, një prezantim, një performancë, një rol udhëheqës, ajo kujtesë aktivizohet dhe thotë jo, kujto çfarë ndodhi herën e fundit. Dhe ti tërhiqesh. Jo sepse nuk je i aftë, por sepse kujtesa emocionale e dështimit është kaq e fortë sa mbizotëron të gjitha arsyet logjike për të provuar përsëri. Por çfarë nëse riprocesohe atë kujtesë? Çfarë nëse në vend të turpit e shohe si guxim? Unë provova, unë rrezikova, unë u paraqita. Çfarë nëse e shohe si një mësim? Unë mësova se çfarë të mos bëj herën tjetër. Çfarë nëse e shohe si një fillim? Ajo ishte hapi i parë në një udhtim mësimi. Kur e riprocesohe në këtë mënyrë, ngarkesa emocionale ndryshon, dhe kur ngarkesa emocionale ndryshon, ndryshon gjithashtu mënyra se si ajo kujtesë ndikon në zgjedhjet e tua. Mundësia e ardhshme nuk aktivizon më alarmin, aktivizon kurreshtjen, mundësinë, shpresën. Në vitin 2017, psikologu Ethan Kross në Universitetin e Michiganit publikoi një studim për atë që ai e quajti distancimi i vetës. Ai zbuloi se kur njerëzit reflektojnë mbi përvoja emocionale duke përdorur emrin e tyre ose ti në vend të unë, ata janë më të aftë të gjejnë kuptim dhe më pak të mbingarkuar nga emocionet. Kjo distancë e vogël psikologjike, ky ndryshim i thjeshtë i perspektivës, krijon hapësirë për riprocesohem. Kjo është arsyeja pse shpesh është më e lehtë të jesh i mencur për problemet e dikujt tjetër sesa për problemet e tua. Kur është dikush tjetër, mund ta shohësh situatën qartë, mund të shohësh mundësitë, mund të gjesh kuptim. Por kur je ti, je kaq i zhytur në emocionet sa nuk mund të shohësh përtej tyre. Distancimi i vetës krijon atë hapësirë që të nevojshme për të parë qartë. Provoje tani. Mendo për një moment të vështirë në jetën tënde. Në vend të menduarit unë ndjeva, mendo ti ndjeve. Në vend të unë bëra, mendo ti bëre. Vëre se si ndryshon. Papritur, mund ta shohësh versionin më të vjetër të vetes me mëshirë. Mund ta shohësh situatën nga jashtë, mund të gjesh kuptim që nuk ishte i dukshëm kur ishe kaq i zhytur në të. Kjo nuk do të thotë të shkëputesh nga emocionet e tua, do të thotë të krijosh hapësirë për t'i vëzhguar ato. Dhe në atë hapësirë bëhet e mundur transformimi. Sepse kur mund ta shohësh një kujtesë nga jashtë, mund ta shohësh gjithashtu se si ajo përshtatet në një narrativ më të gjerë.
Mund ta shohësh se si ajo çoi në rritje, në mësime, në forcë që nuk do të kishe fituar ndryshe. Në vitin 1975, psikologu Martin Seligman filloi të studionte atë që ai e quajti paaftësi e mësuar. Ai zbuloi se kur kafshët dhe më vonë njerëzit përjetonin ngjarje negative që nuk mund t'i kontrollonin, ata mësonin të jenë të pafuqishëm. Edhe kur më vonë u jepej mundësia për të kontrolluar situatën, ata nuk e merrnin. Kishin mësuar se veprimet e tyre nuk bënin ndryshim. Por këtu është pjesa shpresdhënëse. Seligman gjithashtu zbuloi se kjo mund të kthehej mbrapsht. Duke i dhënë kafshëve përvoja ku veprimet e tyre bënin ndryshim, ata mësonin përsëri se kishin kontroll. Paaftësia e mësuar nuk ishte permanente. Ishte një model që mund të rimësohej. Tani mendoje për kujtimet e tua të paaftësisë. Momente kur provove dhe dështove, kur u përpoqe dhe nuk bëri ndryshim, kur ndjeve se nuk ishte asgjë që mund të bëje. Ato kujtime po të mësojnë paaftësi. Po të mësojnë se veprimet e tua nuk bëjnë ndryshim, dhe ato po ndikojnë në zgjedhjet e tua tani, duke të bërë më pak të mundur që të veprosh, të provosh, të rrezikosh. Por çfarë nëse riinterpreton ato kujtime? Çfarë nëse në vend të fokusuarit në rezultatin që nuk mund ta kontrolloje, fokusohesh në veprimet që bëre? Unë provova, unë u përpoqa, unë nuk u dorëzova. Çfarë nëse e shohe dështimin jo si provë paaftësisë, por si provë e guximit, jo si fund, por si një hap në një proces mësimi. Kur e riinterpreton në këtë mënyrë, po i mësohen modelin, po i mësohen trurit tënd se veprimet e tua bëjnë ndryshim. Jo gjithmonë në mënyrën që shpresoje, por gjithmonë në mënyrën që rritesh, që mëson, që bëhesh më i fortë. Dhe ajo rimësim transformohen mënyrën se si afrohen sfidave të reja, jo me paaftësi të mësuar, por me agjenci të mësuar. Në vitin 2011, psikologu Carol Dweck publikoi punën e saj për mentalitetin e rritjes kundrejt mentalitetit fiks. Ajo zbuloi se njerëzit që besojnë se aftësitë janë fikse, ose je i zgjuar, ose nuk je, reagojnë ndaj dështimit me dorëzim, sepse dështimi është provë se nuk kanë atë që duhet. Por njerëzit që besojnë se aftësitë mund të zhvillohen, mund të bëhen më i mirë me praktik, reagojnë ndaj dështimit me përpjekje të shtuar, sepse dështimi është thjesht informacion për atë që duhet të mësojnë më pas. Por këtu është pjesa që Dweck zbuloi më vonë. Mentaliteti nuk është vetëm për të ardhmen, është gjithashtu për të kaluarën. Njerëzit me mentalitet fikse interpretojnë të kaluarën e tyre si provë e kufizimeve të tyre. Unë gjithmonë kam qenë i keq në matematik. Unë kur nuk kam qenë i mirë me njerëzit. Unë gjithmonë kam dështuar në presion. E kaluara bëhet një burg që përcakton të ardhmen. Por njerëzit me mentalitet rritjeje interpretojnë të njëjtën të kaluar si një udhtim mësimi. Unë nuk isha mësuar ende matematikën në atë mënyrë. Unë ende po zhvilloja aftësitë e mia sociale. Unë ende po mësoja si të menaxhoja presionin. E kaluara bëhet një burim mësimesh që informojnë të ardhmen. Veja çështja kritike, të dyja interpretimet janë po aq të vërteta. Faktet janë të njëjta. Por kuptimi, mënyra se si ato fakta përshtaten në një narrativ, mënyra se si ndikojnë në identitetin, mënyra se si formsojnë zgjedhjet, është krejtësisht i ndryshëm. Dhe ai kuptim nuk është i fiksuar. Është një zgjedhje që bën çdo herë që kujton. Në vitin 2019, një studim në Universitetin e Pensilvanis, drejtuar nga Angela Duckworth, zbuloi se qëndrueshmëria, aftësia për të vazhduar përballë vështirësive, nuk është vetëm për personalitetin, është për narrativën. Njerëzit që kanë një narrativ ku vështirësitë janë sfida për t'u kapërcyer, janë shumë më të qëndrueshëm se njerëzit që kanë një narrativ ku vështirësitë janë shenja se duhet të dorëzohen. Dhe ajo narrativ ndërtohet nga kujtimet. Çdo herë që kujton një moment ku kapërcehet një vështirësi, po përforcohen narrativën e qëndrueshmërisë. Çdo herë që kujton një moment ku dorëzove, po përforcohen narrativën e dorëzimit. Por ja fuqia. Mund të riinterpreton edhe momentet e dorëzimit. Unë u dorëzova atëherë sepse nuk kisha mjetet që kam tani. Unë u dorëzova atëherë, por ajo më mësoi se çfarë duhet për të vazhduar. Kur e riinterpreton në këtë mënyrë, edhe momentet e dorëzimit bëhen pjesë e një narrativ qëndrueshmërie,
jo si prova e dobësisë, por si hapa në një udhtim mësimi. Dhe ajo narrativ transformohen mënyrën se si i afrohen sfidave të reja, jo me frikën e dështimit, por me besimin se çdo përvojë, edhe dështimi, është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Tani imagjino që çdo kujtesë në trurin tënd është si një grimcë kuantike në superpozicion. Ajo ekziston në të gjitha interpretimet e mundshme njëkohësisht derisa e vëzgon. Dhe çdo herë që e vëzgon, çdo herë që kujton, po e bën që të zgjedh një interpretim, po e bën që të kolapsojë nga mundësia në realitet. Dhe ai realitet që krijon nuk është vetëm një mendim, është një strukturë nervore që ndikon në çdo zgjedhje që bën, çdo besim që mban, çdo veprim që merr. Kjo është fuqia e vërtet e momentit të tanishëm. Jo vetëm se mund ta ndryshosh të ardhmen, por mund ta rikrijon të kaluarën, mund ta riinterpreton çdo kujtesë, mund ta ristrukturohen çdo narrativ, mund ta transformohen çdo identitet, sepse identiteti yt nuk është një fakt i fiksuar, është një histori që tregon për veten, dhe ajo histori po shkruhet tani. Çdo moment, çdo akt kujtimi, çdo zgjedhje, interpretimi. Dhe kur e kupton këtë, kur e sheh vërtet se ti nuk je viktime e historisë sate, por autori i saj, gjithçka ndryshon. Sepse atëherë çdo moment bëhet një mundësi, çdo kujtesë bëhet një lëndë e papërpunuar, çdo narrativ bëhet një draft që mund të redaktohet. Dhe ti bëhesh jo ajo që ishe, por ajo që zgjedh të bëhesh, duke krijuar të kaluarën që të shërben jetës që dëshiron të jetosh. Në vitin 2024, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Oxfordit, drejtuar nga Vlatko Vedral, arriti diçka që dukej si shkencë fantastike. Ata treguan se ngaterimi kuantik nuk është vetëm një fenomen i grimcave subatomike. Ekziston në molekula biologjike, në fotosintezë, në navigimin e zogshve migrues, në vet ADN. Në kuantika nuk është një botë e largët e laboratorëve, është themel i jetës. Dhe nëse ngaterimi kuantik, ku e kaluara dhe ardhmja janë të pandara, ekziston në sistemet biologjike, atëherë pyetja nuk është më, a mund të ndryshojmë të kaluarën? Pyetja është, si mund të mos e ndryshojmë? Mendoje kështu. Çdo qeliz në trupin tënd po kryen rreth 100 trilion reaksione kimike në sekond. Çdo reaksion kimik përfshin shkëmbime elektronesh. Çdo shkëmbim elektronesh është një ngjarje kuantike, ku rezultati nuk është i përcaktuar derisa ndodh. Kjo do të thotë se në çdo sekond, trupi yt po bën 100 trilion zgjedhje kuantike, dhe çdo zgjedhje po krijon një version të tanishmes nga një fushë mundësish. Tani zgjero këtë tek truri. Çdo mendim, çdo kujtesë, çdo emocion është rezultati miliarda neuroneve që shkëmbejnë sinjale elektrokimike. Çdo sinjal përfshin ngjarje kuantike. Kjo do të thotë se çdo herë që kujton, ti nuk po tërheq një regjistrim të fiksuar, po ekzekuton një proces kuantik që krijon atë kujtesë përsëri nga një fushë mundësish. Dhe mënyra se si e krijon, konteksti emocional, detajet ku fokusohen, interpretimi që jep, të gjitha këto janë QOT 278 parametër, QOT 29 që ndikojnë në rezultatin kuantik. Në vitin 2023, neuroshkencëtari Carl Friston në Kolegjin Universitar të Londrës propozoi një teori radikale të quajtur parimi i energjisë së lirë. Ai argumentoi se truri nuk është një procesor pasiv i informacionit, është një makinë parashikimi që konstant po përpiqet të minimizojë befasinë, ndryshimin midis asaj që pret dhe asaj që përjeton. Dhe mënyra kryesore se si e bën këtë është duke ndryshuar parashikimet e tij për të përshtatur realitetin. Por këtu është kthesa. Truri nuk bën dalim të qartë midis ndryshimit të parashikimeve për të ardhmen dhe ndryshimit të kujtimeve të së kaluarës. Të dyja janë thjesht modele mendore që truri përdor për të krijuar koherencë. Kur një kujtesë nuk përshtatet me modelin aktual të trurit për atë që duhet të ketë ndodhur, truri e rregullon atë kujtesë, jo me vetdije, jo me qëllim, por automatikisht
si pjesë e procesit të tij themelor të krijimit të koherencës. Kjo do të thotë se çdo moment që jeton, çdo përvojë e re që ke, çdo besim i ri që formon, të gjitha këto po ndryshojnë parametrat që truri përdor për të parashikuar të kaluarën. Dhe kur ato parametra ndryshojnë, ndryshojnë gjithashtu kujtimet që krijohen. Jo në mënyrë drastike, jo menjëherë, por gradualisht në mënyrë të vazhdueshme, të pashmangshme. Në vitin 1956, fizikanti David Bohm propozoi një interpretim të mekanikës kuantike që ai e quajti rendi i nënkuptuar. Ai argumentoi se realiteti i dukshëm, bota e objekteve të veçanta në hapësirë dhe kohë, është vetëm një sipërfaqe. Nënte ekziston një nivel më i thellë ku gjithçka është e lidhur, ku ndarjet janë ilucione, ku e kaluara dhe e ardhmja janë të shkrira në një tërësi të pandashme. Tani, imagjino që kujtesa funksionon në të njëjtën mënyrë. Në sipërfaqe, kujtimet e tua duken si ngjarje të veçanta të renditura në një vijë kohore. Por në një nivel më të thellë, të gjitha kujtimet e tua janë të lidhura në një rrjet i vetëm. Çdo kujtesë përmban gjurmë të gjitha kujtimeve të tjera. Çdo moment përmban të gjithë historinë tënde. Dhe kur pret një kujtesë, kur e riinterpreton, kur e risikon, kur e rikrijon, valët e asaj ndryshimi përhapen përmes të gjithë rrjetit. Kjo është arsyeja pse një kuptim i vetëm mund të transformojë një jetë, pse një moment i vetëm i faljes mund të çlirojë dekada hidhërimi, pse një ndryshim i vetëm i perspektivës mund të ristrukturojë një identitet të tërë. Sepse kujtimet nuk janë të izoluara, janë të ngaterrura, dhe kur ndryshon njëra, të gjitha lëvizin. Në vitin 2020, një studim në Universitetin e Kolumbisë, drejtuar nga René Hen, zbuloi se krijimi i kujtimeve të reja mund të ndryshojë kujtimet e vjetra. Kur minjt formonin kujtime të reja pozitive, kujtimet e tyre të vjetra negative bëheshin më pak të aksesueshme. Jo të fshira, por më pak dominuese. Sikur kujtimet e reja po krijonin rrugë të reja nervore që konkurruan me rrugët e vjetra, duke bërë që truri të zgjedh më shpesh rrugët e reja. Kjo do të thotë se mënyra më e fuqishme për të ndryshuar të kaluarën nuk është duke u përpjekur ta harrosh, është duke krijuar një të tashme kaq të pasur, kaq kuptimplote, kaq të mbushur me përvojë pozitive, sa e kaluara humb dominimin e saj. Kur jeton plotësisht në momentin e tanishëm, kur krijon kujtime të reja që janë të fuqishme, të kuptimplota, transformuese, ato kujtime fillojnë të rimodelojnë të gjithë peizazhin e kujtesës sate. Mendoje për dikë që ka kaluar përmes një transformimi të madh. Ndoshta dikush që ka dalë nga varësia, dikush që ka shëruar nga trauma, dikush që ka gjetur qëllim pas humbjes. Kur flasin për të kaluarën e tyre, ata nuk e mohojnë atë. Por mënyra se si e tregojnë ka ndryshuar plotësisht. Ngjarjet e njëjta tani kanë kuptim të ndryshëm, janë bërë pjesë e një narrativ transformimi në vend të një narrativ viktimizimi. A ndryshuan faktet? Jo, por realiteti ndryshoi. Sepse realiteti nuk është vetëm faktet. Është kuptimi që u japim atyre fakteve. Është mënyra se si ato përshtaten në një histori. Është ndikimi që kanë në atë që besojmë, në atë që ndjejmë, në atë që zgjevim të bëjmë. Në vitin 1987, fizikanti John Wheeler, i njëjti që propozoi eksperimentin me zgjedhje të vonuar, tha diçka të jashtëzakonshme në fund të karrierës së tij. Ai tha: "Ne nuk jemi vetëm vëzhgues, jemi pjesëmarrës." Në një kuptim të çuditshëm kuantik, ne po krijojmë universit që na krijoi. Ai po fliste për fizikën, por e njëjta gjë vlen për jetën personale. Ti nuk je vetëm vëzhgues i historisë sate, je pjesëmarrës. Çdo herë që kujton, çdo herë që interpreton, çdo herë që tregon një histori për veten, ti po krijon të kaluarën që të krijoi. Po e bën që të ekzistojë në një mënyrë të re, po e formson në një version që ose të kufizon, ose të çliron. Dhe ja çështja që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Kjo nuk është një zgjedhje që bën një herë, është një zgjedhje që bën vazhdimisht. Çdo moment, çdo akt kujtimi, çdo interpretim. Ti po voton vazhdimisht për versionin e së kaluarës që do të jetë real për ty. Dhe ajo vot
po formson çdo aspekt të jetës sa te tani. Në vitin 2018, një ekip në Institutin Teknologjik të Massachusettsit, drejtuar nga Adira Iroi, zbuloi se kujtimet e harruara nuk janë të humbura. Janë thjesht të paaksesueshme. Qelizat nervore që kodojnë ato kujtime janë ende atje, por lidhjet që i bëjnë ato të aksesueshme janë dobësuar. Dhe kur ata riaktivizuan ato qeliza nervore, drejt për drejt, duke përdorur optogenetikën, kujtimet të harruara u kthyen. Kjo do të thotë se asgjë nuk harrohet vërtet. Çdo përvojë që ke pasur ekziston ende diku në trurin tënd. Por cilat kujtime janë të aksesueshme? Cilat ngrihen lehtësisht? Cilat dominojnë mendimin tënd? Cilat formsojnë identitetin tënd? Kjo përcaktohet nga lidhjet, dhe lidhjet forcohen ose dobësohen bazuar në përdorimin. Çdo herë që kujton një kujtesë, e bën atë më të aksesueshme. Çdo herë që nuk e kujton, bëhet më pak e aksesueshme. Kjo do të thotë se mund të rimodelohen peizazhin e kujtesës sate, thjesht duke zgjedhur se çfarë të kujtosh. Nëse kalon kohë duke kujtuar momente të forcës, ato bëhen më të aksesueshme. Nëse kalon kohë duke kujtuar momente të dobësisë, ato bëhen më dominuese. Nuk po ndryshon faktet, por po ndryshon se cilat fakte janë në pah, cilat formsojnë identitetin tënd, cilat udhëheqin zgjedhjet e tua. Imagjino që historia jote është si një bibliotekë e madhe. Çdo ngjarje që ke përjetuar është një libër në atë bibliotekë. Por vetëm disa libra janë në raftet e përparme, të lehta për t'u arritur, të lexuara shpesh, të njohura mirë. Shumica janë në magazin, ende atje, por të vështira për t'u gjetur, rrallë të aksesuara, pothuajse të harruara. Tani pyetja bëhet, cilat libra zgjedh të mbash në raftet e përparme? Cilat histori lexon përsëri dhe përsëri? Sepse ato histori po bëhen historia jote, jo sepse janë më të vërteta se të tjerat, por sepse janë më të aksesueshme, më dominuese, më të fuqishme në formësimin e asaj që beson për veten. Në vitin 2021, neuroshkencëtarja Sheena Jocelyn në Universitetin e Torontos zbuloi se truri ka një mekanizëm për të zgjedhur se cilat neurone do të kodojnë një kujtesë të re. Neurone që janë më të eksituara në momentin e kodimit kanë më shumë gjasa të bëhen pjesë e gjurmës së kujtesës. Kjo do të thotë se gjendja emocionale jote në momentin e përjetimit të një ngjarjeje ndikon në mënyrën se si ajo ngjarje kodohet. Por këtu është pjesa që ndryshon gjithçka. E njëjta gjë ndodh gjatë rikujtimit. Gjendja emocionale jote kur kujton ndikon në mënyrën se si kujtesa rikonsolidohet. Nëse kujton një ngjarje të vështirë ndërsa ndjehesh i sigurt dhe i mbështetur, ajo kujtesë rikonsolidohet me një kontekst sigurie. Nëse e kujton ndërsa ndjehesh i kërcënuar, rikonsolidohet me një kontekst kërcënimi. Kjo do të thotë se konteksti emocional i momentit të tanishëm po rimodelohen kontekstin emocional të së kaluarës. Çdo moment që kalon në siguri po transformohen kujtimet e rrezikut. Çdo moment që kalon në dashuri po transformohen kujtimet e braktisjes. Çdo moment që kalon në forcë po transformohen kujtimet e dobësisë. Dhe kjo nuk është vetëm një proces pasiv. Mund ta bësh me qëllim. Mund të zgjedhësh të kujtosh momente të vështira nga një gjendje sigurie. Mund të zgjedhësh të rishikosh të kaluarën nga një perspektivë force. Mund të zgjedhësh të riinterpreton ngjarjet nga një vend dashurie në vend të frikës. Në vitin 1968, psikologu Walter Mischel bëri eksperimentin e famshëm të marshmallowit. Fëmijëve u dhanë një marshmallow dhe u thanë se nëse prisnin 15 minuta pa e ngrënë, do të merrnin 2. Disa fëmijë pritën, disa nuk pritën. Dhe kur Mischel i ndoqi ata për dekada, zbuloi se ata që kishin pritur kishin rezultate më të mira në jetë. Nota më të larta, marrëdhënie më të shëndetshme, të ardhura më të larta. Por këtu është pjesa që shpesh harrohet. Në studime të mëvonshme, Mischel zbuloi se aftësia për të pritur nuk ishte një tipar i fiksuar. Ishte një aftësi që mund të mësohej. Fëmijët që u mësuan strategji, si të shmangin vëmendjen, si të riinterpretojnë situatën, u bën po aq të mirë në pritje, sa fëmijët që fillimisht kishin pritur natyrshëm. Kjo do të thotë se edhe modelet që duken më të thella, modelet që formuan në fëmijëri, modelet që kanë udhëhequr sjelljen tënde për dekada,
nuk janë fikse. Janë të mësuara. Dhe çfarë është e mësuar mund të rimësohet. Por ja çështja. Nuk mund të rimësohen një model duke u përpjekur të harrosh të vjetrën. Duhet të zvendësohen me një të re, dhe mënyra për ta bërë këtë është duke krijuar përvoja të reja që kodojnë një model të ri. Çdo herë që zgjedh të veprosh ndryshe, çdo herë që zgjedh të interpretohen ndryshe, të reagohen ndryshe, të jesh ndryshe, po krijon një përvojë që po kodohen një model të ri. Dhe me kalimin e kohës, me përsëritje, ai modeli i ri bëhet më i fortë se i vjetri. Jo sepse i vjetri u fshi, por sepse i riu u bë më i aksesueshëm, më dominant, më i fuqishëm në udhëheqjen e sjelljes. Në vitin 2017, një studim në Universitetin e Stanfordit drejtuar nga Carol Dweck zbuloi se edhe një ndërhyrje e shkurtër, një sesion një orësh ku studentëve u mësohej për neuroplasticitetin, mund të ndryshonte performancën e tyre akademike. Kur studentët mësonin se truri mund të ndryshojë, se inteligjenca nuk është fikse, se lufta është pjesë e procesit të mësimit, ata fillonin të performonin më mirë. Jo sepse u bën më të zgjuar, por sepse ndryshuan interpretimin e tyre të vështirësisë. Kjo do të thotë se besimi yt për atë që është e mundur, po ndikon në atë që bëhet e mundur. Nëse beson se e kaluara është fikse, ajo do të jetë. Jo sepse është vërtet fikse, por sepse nuk do të përpiqesh ta ndryshosh. Nuk do të riinterpretohen, nuk do të rishikohen, nuk do të rikrijohen. Por nëse beson se e kaluara është e lëngshme, se kujtimet janë të rimodeloheshme, se narrativat janë të rishkrueshme, se identiteti është i ritransformueshëm, atëherë do të fillosh ta shohësh ndryshe. Do të fillosh ta kujtosh ndryshe, do të fillosh ta krijon ndryshe. Dhe ajo krijimi i ri do të bëhet realiteti yt i ri. Në vitin 2023, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në San Francisco, drejtuar nga Lauren Frank, zbuloi se truri luajti përsëri kujtimet jo vetëm gjatë gjumit, por gjithashtu gjatë momenteve të qeta të zgjimit. Kur nuk je i angazhuar aktivërisht me botën e jashtme, truri po riprocesohet përvojat e fundit, po i integron me kujtimet e vjetra, po krijon lidhje të reja. Kjo do të thotë se çdo moment qetësie, çdo meditim, çdo shëtitje, çdo pushim është një mundësi për trurin të ristrukturojë të kaluarën. Nuk po bën asgjë, por truri po bën gjithçka, po riorganizohen, po riinterpretohen, po rikrijon. Dhe nëse e kupton këtë, mund ta përdorësh me qëllim. Në vend të mbushjes së çdo momenti me stimulim, mund të krijosh hapësirë për riprocesohem. Në vend të shmangjes së kujtimeve të vështira, mund t'i ftosh ato në një kontekst sigurie dhe t'i lësh trurin të bëj punën e tij të rikonsolidimit. Në vend të luftimit me të kaluarën, mund ta lejosh atë të transformohet. Imagjino që çdo mbrëmje, para se të flesh, merr 5 minuta për të reflektuar mbi ditën, jo për të gjykuar, jo për të analizuar, vetëm për të vëzhguar. Çfarë ndodhi? Si ngjehesh për të? Çfarë kuptimi mund të gjesh? Dhe pastaj, ndërsa fle, truri yt merr ato reflektime dhe i integron në strukturën më të gjerë të kujtesës sate. Me kalimin e kohës, kjo praktike thjesht transformohen mënyrën se si përjeton jetën, sepse po i jep trurit tënd udhëzime të qarta për atë se si të procesojë përvojat. Po e mësohen të kërkoj kuptim në vend të gjykimit, po e stërvitohen të gjej lidhje në vend të izolimit, po e kultivohen të krijoj koherencë në vend të kaosit. Në vitin 1976, psikologu Mihaly Csikszentmihalyi publikoi punën e tij për rrjedhën, gjendjen ku je kaq i zhytur në një aktivitet sa koha duket se ndalet. Ai zbuloi se njerëzit që përjetojnë rrjedhë rregullisht raportojnë një jetë më kuptimplot, më të lumtur, më të plot. Por këtu është lidhja me kujtesën. Kur je në rrjedhë, nuk po mendon për të kaluarën ose të ardhmen. Je plotësisht i pranishëm. Dhe në atë pranin të plot, truri po kodon një lloj të ri kujtese, një kujtese angazhimit të plot, e qëllimit, e kuptimit, dhe ato kujtime fillojnë të rimodelojnë peizazhin e kujtesës sate. Kjo është arsyeja pse njerëzit që gjejnë qëllim, që angazhohen në punë kuptim plot, që krijojnë, që kontribuojnë, shpesh raportojnë se e kaluara e tyre duket ndryshe. Jo sepse ngjarjet ndryshuan,
por sepse po krijojnë kaq shumë kujtime të reja kuptim plot, sa ato po ndryshojnë balancën. E kaluara humb dominimin e saj, e tashmia bëhet më e fuqishme. Dhe kjo është mënyra më e thellë për të ndryshuar të kaluarën. Jo duke u përpjekur ta harrosh, jo duke u përpjekur ta riinterpreton, por duke jetuar kaq plotësisht në të tashmen, sa e kaluara transformohet natyrshëm në kontekstin e asaj që po bëhesh. Në vitin 2022, një studim në Universitetin e Harvardit, drejtuar nga Ellen Langer, zbuloi se njerëzit që jetonin sikur ishin 20 vjet më të rinj, duke u zhytur në një mjedis nga 20 vjet më parë, fillonin të tregonin përmirësime fizike. Shikimi përmirësohej, fleksibiliteti rritej, edhe disa tregues të plakjes biologjike ktheheshin mbrapsht. Kjo nuk ishte magjin, ishte fuqia e kontekstit. Kur truri beson se je në një kohë të ndryshme, fillon të sillet sikur je në atë kohë. Fillon të aktivizoj modelet që ishin aktive atëherë. Fillon të krijoj një realitet biologjik që përputhet me realitetin mendor. Tani imagjino që e njëjta gjë ndodh me identitetin. Kur beson se je një person i caktuar, i dobët, i dështuar, i dëmtuar, truri aktivizon modelet që përputhen me atë identitet. Sjellja jote, zgjedhjet e tua, edhe biologjia jote fillojnë të pasqyrojnë atë besim. Por kur ndryshon besimin, kur fillojnë të besohen se je i fortë, i aftë, i tërë, truri fillon të aktivizojë modele të ndryshme, dhe me kalimin e kohës, ato modele të reja bëhen realiteti yt i ri. Jo sepse pretendove, por sepse krijove kushtet që e bën të vërtet. Kjo është arsyeja pse transformimi i vërtet nuk fillon me ndryshimin e sjelljes. Fillon me ndryshimin e identitetit. Dhe identiteti ndryshon kur ndryshon historia që tregon për veten, kur riinterpreton të kaluarën, kur rikrijon kujtimet, kur rimodelon narrativën. Dhe çdo moment është një mundësi për ta bërë këtë. Çdo akt kujtimi, çdo zgjedhje, interpretimi, çdo vendim për atë se cilën version të së kaluarës ta bësh real. Sepse e kaluara nuk është një fakt i fiksuar që zbulon, është një krijim i vazhdueshëm që formon, dhe ti nuk je produkti i asaj që ndodhi, je krijuesi i asaj që do të thotë. Kjo është fuqia që fizika kuantike zbulon. Kjo është liria që neuroshkenca konfirmon. Kjo është e vërteta që përvoja jote provon çdo ditë. Ti po krijon të kaluarën tani, jo metaforikisht, por fizikisht, neurologjikisht, kuantikisht. Çdo moment, çdo zgjedhje, çdo interpretim. Dhe kur e kupton këtë, kur e sheh vërtet, kur e jeton plotësisht, gjithçka bëhet e mundur. Sepse atëherë nuk je më i burgosur nga historia, je autori i saj. Dhe çdo moment është një faqe e bardhë ku mund të shkruash se kush je, duke qenë, duke krijuar se kush ishe. Në vitin 1927, kur Niels Bohr dhe Albert Einstein debatuan për natyrën e realitetit, ata nuk po diskutonin vetëm për grimca, po diskutonin për vetë natyrën e ekzistencës. Einstein besonte se hëna është atje edhe kur askush nuk po shikon. Bohr argumentoi se pyetja nuk ka kuptim, sepse atje ekziston vetëm në marrëdhënie me një vëzhgues. Dhe tani, pothuajse një shekull më vonë, ne dim se Bohr kishte të drejtë. Por implikimi i vërtet i kësaj të vërtete nuk është për hënën, është për ty, për historinë tënde, për çdo moment që mendon se ndodhi në një mënyrë të fiksuar, të pandryshueshme, absolute. Sepse nëse hëna nuk ekziston në një gjendje të përcaktuar derisa vëzhgohet, atëherë çfarë për atë bisedën që pate 10 vjet më parë, atë vendimin që more në moshën 20 vjeç, atë momentin që të përcaktoi, ose kështu mendon, kur ishe fëmijë. A ekzistojnë ato në një gjendje të fiksuar, apo janë, si grimcat kuantike, në një superpozicion të gjitha interpretimeve të mundshme derisa i vëzhgon përsëri? Filozofi Martin Heidegger shkroi në vitin 1927 se njerëzit janë qeniet që pyesin për qenien. Ne nuk thjesht ekzistojmë, ne pyesim për ekzistencën tonë, ne interpretojmë, ne krijojmë kuptim. Dhe në atë krijim kuptimi, ne po krijojmë veten tonë. Jo njëherë, në një moment të largët të së kaluarës, por vazhdimisht.
Çdo moment që pyesim kush jam unë, çdo moment që tregojmë një histori për veten, çdo moment që kujtojmë. Por këtu është paradoksi që të bën të ndalosh. Nëse po krijon veten vazhdimisht, atëherë kush është ai që po krijon? Nëse identiteti jut nuk është i fiksuar, atëherë kush po zgjedh se çfarë të bëhet? Kjo është pyetja që fizika kuantike nuk mund ta përgjigjet, që neuroshkenca nuk mund ta shpjegojë, që ndoshta nuk ka përgjigje, por që vetë pyetja hap një hapësirë të lirisë që nuk e dije se ekzistonte. Në vitin 2024, fizikanët ende nuk dinë se çfarë është vetëdia. Nuk dinë pse vëzhgjimi kolapson funksionin e valës. Nuk dinë nëse interpretimi i shumë botëve është i vërtet, nëse çdo zgjedhje vërtet krijon një degëzim të realitetit. Nuk dinë nëse truri është një kompjuter kuantik apo thjesht një makinë klasike që luan me efekte kuantike në nivel molekular. Dhe kur bëhet fjalë për kujtesën, për identitetin, për natyrën e vetës, ne dim edhe më pak. Dim se kujtimet ndryshojnë, dim se truri rikonsolidon, dim se narrativat formsojnë identitetin. Por nuk dim ku ruhet një kujtesë, sepse sa më shumë kërkojmë, aq më shumë duket se është e shpërndar në të gjithë trurin, sikur çdo qeliz mban një fragment të gjithë historisë. Nuk dim pse disa kujtime mbeten të gjalla për dekada, ndërsa të tjera zbehen në ditë. Nuk dim pse një moment i vetëm mund të ndryshojë një jetë, ndërsa mijëra të tjerë zhduken pa lënë gjurmë. Nuk dim se ku fillon kujtesa dhe ku fillon imagjinata, sepse sa më shumë studiojmë, aq më shumë duket se janë e njëjta gjë, vetëm me etiketa të ndryshme. Dhe kur bëhet fjalë për pyetjen më të madhe, a mund të ndryshojmë vërtet të kaluarën, apo vetëm perceptimin ton të saj? Fizika thot po, neuroshkenca thot ndoshta, dhe filozofia thot se pyetja nuk ka kuptim, sepse dalimi midis të kaluarës dhe perceptimit të së kaluarës është vetë një iluzion. Ndoshta e kaluara është si macja e Schrödingerit, në një superpozicion të gjitha interpretimeve të mundshme derisa e vëzhgon. Ndoshta çdo kujtesë ekziston në të gjitha versionet e saj njëkohësisht, dhe akti i kujtimit thjesht zgjedh njërin për ta bërë të vetëdijshëm. Ndoshta ti vërtet po krijon të kaluarën çdo herë që kujton, jo metaforikisht, por në mënyrën e vetme që e kaluara mund të ekzistojë, si një konstrukt i tanishëm. Ose ndoshta jo. Ndoshta ka një vërtet objektive për atë që ndodhi, dhe të gjitha këto janë vetëm lojra mendore. Ndoshta kujtesa është thjesht e papërsosur, dhe ajo që po përshkruajmë si krijim është vetëm shtrembrim. Por ja ç'është e bukur, nuk ka rëndësi, sepse pavarësisht se cila është e vërteta metafizike, e vërteta praktike mbetet. Mënyra se si kujton ndryshon mënyrën se si jeton. Interpretimi që zgjedh formon identitetin që bëhesh. Historia që tregon krijon realitetin që përjeton. Dhe kjo nuk është një dobësi e kujtesës, është fuqia e saj. Është arsyeja pse njerëzit mund të shërohen, pse mund të transformohen, pse mund të bëhen diçka krejtësisht e re, ndërsa mbajnë të gjithë historinë e asaj që ishin. Kujtohesh se si filluam, me një fotografi në duart e tua, një moment nga fëmijëria, një ngjarje që mendoje se ishte e fiksuar në kohë, e bërë histori, e pandryshueshme. Por tani e di se çdo herë që e shikon atë fotografi, çdo herë që kujton atë moment, nuk po e tërheq një regjistrim të ruajtur, po e krijon atë ngjarje përsëri, jo duke e kujtuar, por duke e bërë që të ndodhë në një mënyrë të re. Dhe kjo nuk është vetëm për atë fotografi, është për çdo kujtesë që ke, çdo moment që mendon se e di se si ndodhi, çdo histori që tregon për veten. Të gjitha janë në superpozicion, duke pritur që ti të zgjedhësh se cilën version ta bësh real. Mendoje për atë moment që të pendohesh, atë dështimin që ende të peshon, atë humbjen që ende të dhëmb. Për vite e ke kujtuar në një mënyrë, si prove diçkaje që mungon në ty, si shenje një dobësie, si një fund. Por çfarë nëse në këtë moment zgjedh ta kujtosh ndryshe? Jo duke mohuar dhimbjen, jo duke pretenduar se nuk ndodhi, por duke parë versionin më të vjetër të vetes me mëshirë. Duke parë atë moment si një hap në një udhtim, jo si një destinacion. Duke gjetur kuptim ku dikur shihje vetëm humbje.
Në atë moment, në këtë moment, ti nuk po ndryshon vetëm perceptimin tënd. Bazuar në gjithçka që kemi mësuar nga fizika kuantike, nga neuroshkenca, nga vetë përvoja e transformimit njerëzor, ti po ndryshon të kaluarën. Po e krijon atë përsëri, po e bën që të ekzistojë në një mënyrë të re. Dhe nga ajo e kaluar e re, lind një e tashme e re. Një version i vetes që nuk është i burgosur nga historia, por i çliruar nga kuptimi që ajo histori mund të mbajë. Në vitin 1925, Werner Heisenberg shkroi: "Ajo që vëzgojmë nuk është natyra vet, por natyra e ekspozuar ndaj metodës sonë të pyetjes." Ai po fliste për grincat. Por e njëjta gjë vlen për jetën. Ajo që kujtohesh nuk është e kaluara vet, por e kaluara e ekspozuar ndaj pyetjes sate. Dhe pyetja që bën, çfarë do të thotë kjo? Kush jam unë në dritën e kësaj? Si më formsoi kjo? Ajo pyetje po krijon përgjigjen. Kështu që ja pyetja që të lë, çfarë pyetje e po bën për të kaluarën tënde? Apo pyet, pse më ndodhi kjo? Një pyetje që çon në viktimizim? Apo po pyet, çfarë më mësoi kjo? Një pyetje që çon në fuci? Apo pyet, kush më dëmtoi? Një pyetje që të mban të burgosur? Apo po pyet, si u rrita nga kjo? Një pyetje që të çliron? Apo pyet, pse nuk jam mjaft i mirë? Një pyetje që krijon mungesë? Apo po pyet, çfarë bëra me atë që kisha? Një pyetje që krijon vlerësim? Sepse pyetja që bën nuk zbulon një të vërtet që tashmë ishte atje, po krijon të vërtetën që do të jetojë në ty. Dhe ja paradoksi përfundimtar. Nëse e kaluara krijohet nga pyetjet e tua, atëherë e ardhmja gjithashtu krijohet nga ato pyetje. Sepse ardhmja nuk është diçka që pret të ndodhë, është diçka që po krijon tani, me çdo zgjedhje, me çdo interpretim, me çdo akt të qenit vetja që zgjedh të jesh. Ndoshta kjo është e vërteta më e thellë që fizika kuantike zbulon, se realiteti nuk është një gjë e fiksuar që zbulon, është një krijim i vazhdueshëm që formon. Dhe ti nuk je një vëzhgues pasiv i kësaj krijimi, je pjesëmarrësi kryesor. Çdo moment që kujton, po krijon të kaluarën. Çdo moment që imagjinon, po krijon të ardhmen. Çdo moment që zgjedh se si të interpretosh, se si të reagosh, se si të jesh, po krijon veten. Jo një herë, jo në një moment të largët kur gjeje veten, por tani, vazhdimisht, në mënyrë të pashmangshme. Kjo është fuqia që ke. Kjo është liria që ekziston. Kjo është e vërteta që fizika kuantike sugjeron, që neuroshkenca konfirmon, që përvoja jote provon çdo ditë. Ti nuk je produkti i së kaluarës sate, je krijuesi i saj. Dhe çdo moment, ky moment, është kur krijimi ndodh. Ndoshta pyetja nuk është, a mund të ndryshoj të kaluaren? Ndoshta pyetja është, çfarë të kaluare po zgjedh të krijoj tani? Sepse përgjigja ndaj asaj pyetje nuk është vetëm për të kaluarën, është për të tashmen, për të ardhmen, për çdo version të vetes që ende nuk e qenë, por që po bëhesh në këtë moment të vetëm, të pafund, krejtësisht të hapur. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja pse universi funksionon kështu. Pse e kaluara nuk është fikse, pse kujtesa është e lëngshme, pse identiteti është i rimodeloheshëm. Jo sepse realiteti është kaotik, por sepse është i hapur për kuptim, i hapur për transformim, i hapur për mundësinë që ti, me të gjithë historinë tënde, me të gjitha plagët e tua, me të gjitha dështimet dhe triumfet e tua, mund të bëhesh diçka krejtësisht e re, duke krijuar një të kaluar krejtësisht të re nga e njëjta lëndë e papërpunuar e përvojës. Kjo nuk është shkencë fantastike, kjo është shkencë. Kjo nuk është vetëm mendim. Kjo është fizik. Kjo nuk është një iluzion. Kjo është mënyra e vetme që realiteti mund të ekzistojë, si një krijim i vazhdueshëm në momentin e tanishëm. Dhe ti, me çdo kujtesë që riinterpreton, me çdo histori që rishkruan, me çdo version të vetes që zgjedh të bësh real, je artisti i asaj krijimi. Jo dikur, jo kur të jesh gati, por tani. Gjithmonë tani, për gjithmonë tani.
në këtë moment të vetëm ku e gjithë e kaluara po krijohet dhe e gjithë e ardhmja po bëhet e mundur.